takojmë vetëm Allahun Azza wa Jall. Salavat dhe salavat i adhurojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa që të mshira Zotë Gjellewala që mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. E falenderojmë Zotin e Madh për begatit dhe për mirësitë e tij të panumërta. Atij shprehim falënderime për ulje dhe madhrim që na mësojnë me arrit Ramazanin edhe me përfundu këtë muaj të bërku me sukses. Atë falenderojmë që na mundësoj me uqu shëndosht edhe mirë, me arsot në xhami edhe me madhru atë Gjellewala duke rënë të këpira për shkak udhëzimit dhe begative të tij të panumërta. Është vërtet që çdo gjë që ka kriju Zoti Gjellewala e ka një fillim dhe e ka një mbarim. Qofta e lumturi apo dhe pikëllim, qoft gëzim apo dhe diçka tjetër. Ai i cili është i gjallë dhe nuk vdes kurrë është ai që ka kriju çdo gjë, ai që është i partner Allahu Azza wa Jall. Po mbjerë shpeshherë çdo bajram me përsërit edhe me cek që unë e bajramin si hoq e pres me padurim. Se normalisht audiencë edhe xhamas në bajram nuk mbje me pas. Edhe shpeshherë javën e fundit të Ramazanit më vërglitet nga për kohën time se çfarë të zgjedh diçka që është gjithë përfshirëse. Se çfarë të zgjedh diçka që përfshin çdo sferë, çdo kualifikim të njerëzve, edhe çdo natyrë të njerëzve që na vjen deri sot në këtë ditë madhështore të bajramit të fitit. Jo që nuk ka çka me fol, po kanë edhe disa gjëra bon me i cek, me i fol, kanë edhe bon me i njohë pa i cek. Po ka disa gjëra të cilat duhet me i trajtu. Allah në një mërësmirë për mune të vendos që me shmalos mësime jetësore nga një ajet kuranor, i cili ajet gjendet të një sure, të cilën sure kanë emërtu ulemoja e enciklopedia e edukatës dhe e moralit islam. E sureja në fjallë është sureja e Hujurat. Ka përzidh ajetin i cili ajet është gjithë përfshirës, i cili ajet është një thirrje hyjnore nga Allahu Azza wa Jall për ata që kanë mendje dhe logjik. Realisht ajeti përfshin disa sfera, qoftë sfera të besimit raport me Zotin dhe njohjes së Tij, qoftë edhe raport me njerëzit, duke dashur me tregu që kantari i vlerësimit, po flas kantari hyjnor, nga kantari i vlerësimit, pra nga krijesat dallon si natë me ditën, biles ja vjen me cek dallimin, nga sa është dallimi drastik. Andaj ajeti na mëson që më rëndësi është kush jetë Zoti, e jo kush jetë njerëzit, nga se punja fundit shkur kemi me nejtë këtë dunja, e pastaj dalim para atij që na gjykon drejt, para atij që nuk bën padrejsi, para atij që është gjykat suprem, para atij që ja ka bu haram vetit padrejsin dhe e ka ndajtur padrejsin mes njerëzve. Për të nëzoj ajetin e fjallë, ajeti 13 i surës e Hujurat, për përthejnë e gjuhë shqipe pastaj kalon me pika dhe tematika që u kom qenë për i shpalosur para juve në këtë ditë bekume, me të vetë me qëllëm që t'jemi sa ma suqiri, t'keme kujdes që ka po flasin dhe si po sindër me një tjetër dhe si po e gjykojmë një tjetër. Ajetin e fjallë është në numër rëndor, numër 13 në surën e Hujurat, ku Allahu Azza wa Jall i drejtuar mbar njerëzimit, jo me të muslimanëve. Tha Zoti Gjellewala në këtë ajet: Ja eyyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Që në gjuhë shqipe do thotë o njerëz, ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.
a pasi që ju krijuam, ju bom fise dhe popull të ndarë që të njiheni mes vete. Inna akramakum inda Allahi atqakum, një që dine mirë, se ma i ndershmi, ma fisniku, ma bujari, dhe ma i zjedhur të Allahu është ai cili i tutët Zotit mas shumti dhe është i devotshëm, raport me Allahun azza wa jalla dhe dispozitat e Zotit xhelala. Inna Allaha alimun khabir. Dhe Allahu përfundon këtë ajet me dy emra të bukur el-alim, që do thotë i gjithdituri, ndërsa el-khabir është ai cili është bukur mirë, i njohur për veprat dhe fjalët që i bojnë robët e tij. Kjo është ajeti që do ta trajtojmë në këtë ligjërat, do të shkëlqisim pela dhe margaritarët, të cilat pela dhe margaritarët i kanë shkëlqit dietarët dhe ulemujat tonë. Çështja e parë është që ka të bëjë me ajetin e fjalë. Dietarët kanë folur rreth arsyes se pse ka zbritur kjo ajet. Ky libër të nderuar që kemi para vete, Kurani i Famullar të Shqiptar Korosha, na lexuar disa fjalë nga ky libër me ushtrosh që Allah ka dhënë atë. Shumë prej ajeteve kanë një arsye që kanë zbrit, kanë një shkak, kanë një sebeb që kanë zbrit. E po ajetet që kanë zbrit, do thotë në mënyrë bukfale, ka zbrit pa ndonjë arsye, po vetëm ka zbrit si lajmimi i diçkafit, apo ka zbrit në mënyrë histori të caktuar. Sidoqoftë, ajeti e fjalë ka zbrit për ta mirë një herë për gjithmonë respektin mesin e njerëzve, për ta largu një herë për gjithmonë nacionalizmin e keq i cili bën ndarje të njerëzve dhe fut urrejtje mesin e tyre, edhe ajeti ka për qëllim që me mbjell baza të shëndosha dhe këto baza me largu kaosin në shoqëri dhe me sjell keqenje edhe marrëveshje në jo vetëm në shoqërinë islame, por edhe në shoqërinë në të rrugën e toksuar. Kemi dy raste apo dy sebebe që kanë ndodhur punë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe këto raste dhe sebebe ju po sebeb që me zbritje ajet kuranor. Rasti i parë është në kohën e xhahiletit të ndërruar vëllezër, Agjërus ka qenë një ves i keq që halar është të prezent, ka fillu muhim elhamla po halar është të disa njerëz, ka qenë që njerëz që kanë qenë me ngjyrë tjetër, një të bardhë, një në shmu, ose jo të jetu si kafsh, Allah i ndërofë, ose në bas e kafsh. Sidomos kur ta njerëz kanë arrit në qytete që ka pas qytetërit të lartë. Për shembull, qyteti i Mekës ka pas pozitë lartë, ku Alexis ka pas islam. Edhe këta njerëz nuk kanë gozuar se me çu kryer, e lënë me një pozitë edhe me fol diçka, s'ka pas vetë me fol. Edhe pejgamberi alayhis salam kur e shkoi Mekën, i tha Bilalit, o Bilal, hyp qabe, edhe thërë në zonin, të ki zonë e mirë, e ki zonin e lartë, edhe thërë e zonin. Se u shliru, këj vend që po postin më shliru. Kur filloj Bilalit me thirë e zonin, ata njerë që nuk jadove në hajin islamit, njerë që kishin synimet e liga, e shfryzun këtë rast. Shka shfryzun rastin? E shfryzun rastin edhe me sulmu islamit dhe pejgamberi, po edhe me kriju të lovi edhe butim mesin atyre njerëzve autoritativ që kanë jequar në qytet edhe kanë majtë vetës si qytetar edhe kanë darë me fut provokime në mesin tyre që me përqar rendi shoqërinë islam. Po do të me dy teha, edhe me sulmu islamit, po jo është me kaq, edhe me fut të lovi edhe halakon mesin e njerëzve që kanë qenë qytetar, kanë qenë njerëz autoritativ, kanë qenë njerëz me pozitë meke, ka shëmbuar në Fiazonin, se përpara pas Bilatit në Fiazonin. Edhe munafiqët asepuan meke, filluan një herë mu afru afër pejgamberit edhe me kështu zonë. Kizë zonë pejgamberit në Fiazonin, ki marrë neve në midis qytetit me në Fiazonin, as pa dikush edhe me Fiazonin, që çfarë njerëz mirë kimi meke, ka njerëz autoritativ. Këta jo që e kanë dashur mirë në Abubekrin, edhe e kanë dashur mirë në Omerin, apo e kanë dashur mirë dikujt i sahabëve, po problemi është kanë dashur me paraqisje se kisë se na po ja dojnë të mirën, po dojnë me pas rend tu, e gjithkush me thirrë zonin, po dojnë me fut rend në shoqëri, po kanë dashur me këto me kohë të fitile. Edhe në shkollë islamit, edhe me kriju të lloj mesin e muslimanëve.
Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur i bëu munafike që po afrohen te çapja dhe Bilali halon me thirrë zonin, një marrë normal që pejgamberi se pris, e ka pas der, çfarë javabe me vota njerëzve, ka njëri që çeka për Islamin, ai tash ka pas pozitë, ka pas nam, do të thotë ka respektu njerëzit, e ka ditur kur e ditë para tinës ka futur dikush, ai kur në vend, dikush s'ka uzuar me çelgojën, tash ku vjen Bilali, pia bisinis, midis Mekës, vendet pas qëtru në atë kohë, po i qave, me thire zonin, të pas plot njerëzë, o të shumë kime thire zonin. Shaslozo se ka komisat, për shumë, ata mazda nuk e ka komisat mirë, se bashki, plus e zak, edhe të filloj për përdu ku ti. Vega mezan, ka në pozitivës. Në pa njerë për në një pozitivës. Pasha zotin, qash njerëz intrigante ka pasat po, dhe ka kontor, njeri për më di sonë me mund si që i meqëm, si me sharu dhe dy kumë, në hu. Se, të gjithë va njeri si për e shkëne. Njerëz i insan, më i so me dim, intrigus kërët një më misë. Edhe pejga meza më rokë pozitivë që ka me thonë është Paris me pasë, që me thonë në këtyre shkupe, që ka më në Islamin, këta spetit e zonë për pilotet i thash. Edhe normalisht që mund njerëzit me më shkushit edhe me full, ata pejga meza është dripi pilotet për ditë këtë muhabet, për ndi keq, edhe pejga meza po prit. Çka po prit? Po prit haber, po prit lajmë për ati që është bishtat ka qenë. Po prit lajmë për ati që e din që ka fshehin zemrat e njerëzve, edhe që pallat e syve për i lumitit njerëzit, i lumi Allah e din që ka kanë ka, që ka pozit mrena tyre. I dërgua Allah dhe Bilal në shkinu të qabja, edhe në parisht sahabët e Bekrit të një Rasulullah më simbor në afik, ka sliku me pja ty, marim se këta përdojnë me të lovit e zotit. Atër dhe Gjibrili tha, s'ke njohën. Allah Azogel, e zbriti këtër e pranor, thot, mas tire sezonit, dini Paris me kase, edhe poni thiri këtë njerëzë, jo është muslimanëve, edhe drejtoju aty me këtë kajen. Qëka i tha? Lezoj ajetin e rëmët e surës e Fajras, ja ju nës, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, na ju kemi kriju, pra nga një mashkull dhe femre, o gja'nakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, ju kena ndarë popull e fize që t'jemi me zveti, bashkëmani, thoni fjallë mira, afrojeni, inna akramakum inda Allahi atqakum, ta Allahu ma i miri, ma fisnik, ma të zilët, ma i devotshëm, inna Allah alimun khabir, po sanë se Allah është i gjithdishëm, edhe është bukur mirë i informuar që më përnë. Në ndër, se debi dy të gjithë për kësë ajetë. është rasti, unë e ka pranu Islamin, shteti Islam e morë hovin, i ndërtoj bazat e shëndosha pejgamberit, edhe disa çështje gjahilieti kishin mirë në mesin e shokëve të pejgamberit. Ndodhi njerëz ka qenë. Edhe kam pas një mosmarrëveshje Bilali me Abu Dharr el-Ghifari. Radhiyallahu anhu. Abu Dharr ka qenë sahabiu më i çuditshëm aspektin e zaimit, se ka dorë të njohur. Ka pas fora po si ka ndjezuar për të njohur. Këti ka s'ka ka. Një mosmarrëveshje ka pas me Bilalin. Edhe tha Zezak i bidis numër Zezak. Allah e ndërru. La ilaha illallah. Me pas dorë në Mekë e kishë umër pazarë. Se halal, kanë të njerëz halal në pijek islam. Dhe tjetë musliman, e marë për Mekës Medine, që rrët tjetë tjetë e klatë halal së një kuptu që zvonë marë konsumit tjetë në, zvonë më rëndë punjë tjetë me fjolla, zvonë në thotë i kush dhije borë të izi, halal së një kuptuar, edhe Bilal të filloj me qajt. Në di keq, shukjen, qëre, me thonë një njeri që ku së me to. Me thonë një njeri që njerë vjetë të lajtë me të brajtë parapi, me të rëndu me fjollë, një në den fjollë. S'ka kur me këto shumë. A me thonë një njeri që njëse ka të me to, falësh bashkë, pi bashkë, ha bashkë, bombajan bashkë, Ramazan bashkë. A i me të rëndu me këtë formë. Laj. Së në përbëlloj Bilal dhe Urek. Zezak, i pi në në Zezak. Laj. Bilal është këtë të vijë të janë Rasulullah, unë më zmura me zinë që një. Se tha, shkohu, tha filan që mua zëtë më rëndoj të fjallë. A që ka punë të një me thirë zonë, po, kësë shkuptimi ka nërë, pjellë dhe muabet e tjera. A që ka qëtë i bolës, po problemë është të nga të rajqëpime. E ka pasë e qëtëm, e ka pasë e qëtëm. Edhe qëka tha, o Bilal, e Budherli, tha, i shtetu pak lafë, të shka pa puni, Zezak i në zëmë. Bilal dhe të nga mesa, u që u ishë, nuk e vërdi muabet i shkojtë e Budherli që zhanës. E fike, e murën, e në gjahilije, një dhe dhe. O Budherli,
muhamën me të muhabeta, a halak i gjahijeta, a halak ka me një njërës, diçka për njërës dhe, a halak, ma përse të konë kështu rejë. Që me do përri, Islami ka ndalu në shmimin, arë bini fjanëta, bini ajtarët, arë shqizia, arë t'i puqë, arë t'i parë, s'ka kësi akuza, se të bëjnë gjahijeti, se për shretin. Unë e di që Bilali s'ka fuqi, ka arë për Abisini, s'ka Zezak, s'ka pesh. Me dine këna arë, në pjekë që ata djetë musliman, hala me këtu ma betar, ata e tha shka të bëja Rasulullah, tha që për e fali, ka shqipejnë. Edhe normalisht e kam pas, ata nërë këtë mesele, edhe dërë dhe qarë, kër për e fali o ba që të në nëshmu, me këtë në nëshmim, edhe tërë s'ka pas gjëmija të pija, ka pas shabare, ka pas da përdo, shka ka nuk kanë, apo së qinë kohula, e kur deleva, edhe ka lërgu për së qinë, shabare, apo dherri, edhe ka ndu, faqën e ti ka ndu të tokën dhe, fa shkele, kejtë pushirë, shkele, që në moshë në shkele, shkele këtë ftyrë, tha, që ka në nëshmu kërjesën e Zotit. Shkele këtë ftyrë që ka në nëshmu dhamin e vetë, për shkak në gjyrës, kjo ftyrë se meriton me qenë edhe s'ka këmë. Shkele! Pejgamberi sa neshtë të përsa s'keni, kej që mali pushirë. Bilali, jo që shkeli ftyrën e rëmëdheve, jo që të ashtë në shpizorasë në bakë marë, ta që kam shansën, që a marë një edhe për të mund ftyrën, që sytë mu se qene mu. Jo me më akuzu se jam Zezak, po asë më sytë më qyrë. Që o tha, por këtë dora, në shka mu, që se shkeli me Allah e ta. Pa unë e të në që mund, që o halal e kemi me, s'ka të dora. Sta shkeli me ftyrën, pa të thamë, o kemi në qmove, blëndove, mune me latë, për një në qmim, për një grot që e qinë më ta, një të të përru zë t'ja, unë e me shpizurasë me të qmu me qkele të t'ja, s'ka, qkele një ato, shkele një to, ka osbor, rëmuj. Kushe mësoj Bilali në shumë as ka pas fakultet, as magistratur, as doktaratur. Sot pasha zotin e qabës, po shëtari jemi. E magistratura, doktaratura, po e t'fjede që i qopani dhere në apo shkatu të mora përmosh. Shkatu të mora ki magjisë të doktor, kjo në regullë. Insan nuk është e të valoj nuk është e. Masë në sot doktaratur, nuk sot dush. Ama insan zotin për lypi neve, insan në lypi, jo diploma. Diploma është një pjesë e avancimit edhe zhvillimit. Ama si mos të që insan diplomasë në një. Këto e ka të shku historia plot i në vastë. Kujdesh ka më kurë, kujdesh që përsilësh edhe shka më e pronë, se pastaj arsyetimët i kimat do të nëse jema ma janë në shumë. A në ta që ba, për këtë orën, që të më nuk ta shkeni ftyrën, të jeba jemi, nuk du më unë dimtari shetanit me kështu dozën. Një pas shkeli ftyrë shkeli po, e kesh në nëshmu, s'ki s'u zumu nga së një qetë syrit, po kjera gjami si shonë. A di, sa raste e përmi se drep na, me një sirët, me një fjallë që me e vitur dhe një njerëzit për gjami se lemu për familjes dhe për shqipin sa vajam. Këtu ishtë në dy raste, pse ka zbir kjajnë. Ta është po futë të mëreta ajetit. Meselja parë në ajet, në nësime është, Allah tha, ja e ju në nas, o ju në njerës. E pësa tha ja ju në nas, e tha ja ju në dine. Për shkak se momentin kur është në nështu dikush, momentin kur është akuzu dikush, momentin kur ka dorë dikush me e ujë vlerën e dikujt për shkak të ngjyrës, për shkak prej ardhës dhe fizionomisë, ka qenë momenti dhe akuza prej jo muslimanëve edhe munafik. Ani pse ka qenë xhahilit. Po aty kanë qenë xhamat, kanë qenë edhe munafik, edhe mushrikin, edhe musliman. E kjo vlen, ja ju njerëz, po ju njerëz përfshin çdo njeri që ka qenë Zoti, prej atëherë deri në kohën kur duhet kataklizma apo kjarë. Andaj Allahu ka bërë tri lloje thirrje në Kur'an. Lloji i parë është aja e lita. Grada më e lartë të lartë. Ja i bëhet dhe dinë. O ju robët e mi. Kjo është e lita. Lloji i dytë është ja ju alladine. O ju të cilët keni besuar. Është muslimani i dobët, është muslimani i keq, është muslimani i mirë, është muslimani lloj muslimani. Edhe treta i legoj nes por special për të gjithë njerëzit. Kam besu, s'kam besu, i mirë, i keq, kjo thyrje vlen për të gjithë njerëzit, pa përjashtim, race, ngjyre, feje edhe çfarë.
Inna khalaqnakum, na ju kemi kriju. Allah ma zotër ka njerë, kur ka folë për letën e ti ka folë për njëjës. Ka njerë ka folë për dysi dhe shumës. Dhe këtë të ka thonë, inna khalaqnakum, na ju kemi kriju. E ka përdor formën me shumës na, për të tregu madhërinë e ti dhe madhështinë e ti që o ju të cilët po nënshmoni një tjetrin, o ju të cilët po akuzoni një tjetrin, tot ju një pjati Zotit që ju ka kriju të gjithve, pa marësisht, a i mohuas apo e besoni Zotit se a i ka krijuar. Allah është kriju si Zotrin. Edhe ata të cilët nuk e kam besu Zotit, edhe ata kam besu se Allah është kriju si vetë. E Allah ka ardhur në këtë formë, ka thua jetin, na ju kemi kriju. Dikush mund të thonë, muslimanët e dinë që Zoti ka krijuar. Se Allah ju ka drejtuar dhe jo muslimanëve, politeizve, për shkak se nuk ka pasur kuën e shpallës politeizm me gaz, që nuk ka thonë që Allah krejt ka kriju çdo gjë. As Jahuka, as Nezraja, as Vedaja, as Ruaja, as një illu. Ata kanë ditë që illi as nuk sjell hajër, as sharr, as nuk krijon. Zoti është kriju si çdo gjë. Sot dalin njerëz me diktatura, fakulteta të mëshëm, edhe punën e izolën e shkallës. Ma jo musliman se jo muslimani punë pejgamberit. Ma shejtan se Abu Jehli, ma shejtan se Abu Lehebi. Subhanallah, gjitha shkollë, gjitha dije, thot ateist jo. La ilaha illallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shpitesu me kasë. Zoti ka dhënë shpitesu. I ka thonë Zot, unë e përthimin besim, sa ma ta i në po Allah do shkoj gradualitet. Qytë gradualitet me aka. Thuj për i tizve, unë dialog me ata, komunikoni, se s'besome, du me komunikujo, me shkut komunikimi. E shka me thonë Zot, pytja ta ku që ka kruqit e tukë. O lejnë se në të umën khalaq e samawati wal ard, le e kunu Allah. Kur i pyti pejgamberi sa, ku që ka kruqit e tukë, krejt për i tiri se kanë atin. Asë mojë nuk tha, shri. Asë nuk ka natyra, asë nuk ka vetetiu, la ilaha illallah, gjithë ju prindari vetetiu. Edhe shka tha, le e kullu në Allah, krejt për i deistës të një zoni, fanë Allah o zë të lekë. Kalëm me selja, e dyta, tu afru mëna. Pse thuj pjadhërën e atë illit, ma si përdini që Zotë i ka kriju, zëgjërë, pse pjadhërën një illit? Qëka të ata atë që i kotë, anë i të nga vëzëdu, po të i kotë avar ka ditë mund zirë. Ma na budu i lejë, ka dhe i une e Allahi zulfe. Nësi mi të adhru këta që në Zotë, jo, marë nësë besojmë, po na pja Allahi këta si ndërmjestus me steka dhe Zotit. E kjo është Allahi, kjo është apika që s'ka ra dhe akor për nga bjerë me ta. Mirë, edhe këtu të shtumë, dhe akora që mund, e thanë me bindis, që mund për e ditën. E dyta të shtumë, pika të tretë është, Allahi tha, lejë që shtu, pa që shtumë më të fjellë, se unë e këmi testu dhe këmi të kazu të jëse, pitar dhe të kja mes ka me pas ateist, po ka me pas njeri pa që të më rohë për të një fi. Ja musliman, ja kështë jera u di. Ama pa fem, veshë njeri që s'ka tru. Qishë o Zot, lema më të të. So ajo Zot, a e din që kje punë. Edhe ka thot, ka thonë të gjelëvala e ka thonë për në në zran, që Allah o aso gjelë, kur kanë fërru me punë njëzit të rekti për parë më një në. Zotë gjelëvala i ka testu në një. Su këta ka në plan. Kjo në raplan ateist, i në raplan darwinist, do për njëri. Kur fillojnë turbulencë dhe mdoja, kur fillojnë më Allah ka puna, më rama kani, la ilaha illallah, o Allah! Tasha. Alana o kada asajte, tash ku besojnë dhe tash më huve, që di ka thonë Zotë që në kur e ka fundus deti, ka thonë më të më besu. Alan, tasha? Që në shdi që afer shdi ku me besu të karë, shpiz dhe fyris ka. E Allah më ka thonë për rasin e të njerëzve, فَوَإِذَا غَشِيَتْ مَوْجٌ كَالْقُبُلِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ama ku fejna e kemi këta. Ku ata do të hyjnë në anije, edhe filloi anija me lëndru ndetit. Allahu i tha detit trazohu, turbulenca. Jo është hava, po ta ndeti turbulenca. Filloi anija her gjatas, her mojtas, her gjatas, her mojtas. Njëri dhe e të mërin. I dha fura lutë në Zotin se sa për ilë i tonë, ty me kanë ndimu ata vetës në të mërë e le më njerë.
Çka bënë ata? Da'u Allahe mukhlisina lahu din. Kom dhe shka kina një e që më duhet. E thënë Allah, veshti nga shtu thënë. Veshti që ka në barë këtë djeri. Na veshti person. Edhe e ullë duhet. Allah e do është të ka të që ma më të zërëmi. Ani, din, unë dhe djeri të duhet. Thotë, Allah bazë më qëtë, فلما جاءوا من البر إذا هم مشركون. Thotë, u qësu djeri, kanë djeri në u qësu. Ani ja rriti, muz djeri, po fillë që fillim, Rëna shumë e mirë, që ata njëti që u lutën më harë para qësorë, që më kemë këtë të gjenja, që ata prapë shkun të jedhë. Bira të thjeshtë, përkullë ati, thërë të nësë për ato, prej këma për ato, që ajtë shkështosh insani, që të pushin të nërmonë, që të pushin për këto, shkun armikin e përëndronë. Shkështofar insani jeti. Që të pushin të nërmonë, për këna kej, në fond që të pushin të sigurin në këmëri me tjere. Kjo është përgjusje dhe muslimin. Që ma i shkuar insani japon ati që ja e pire Zotit të pasaj japon edhe kresë për ta Allahotës dhe poqe. Pasaj Zotit që levore ka rejtë një drejtë. Inë e khënëthetu i ndekeri më unë thënë. Ne ju kemi kiru nga një mashku dhe një femër. Kjo është baza e kirimit tek insektet, tek perimet, tek kresër përgjësi. A ka për jashtime, po marrë për Allah dhe shtëre, do të punë shtëre. A ka dikush që ka vinë panon, pa hop, ose vesh panon, vesh pa hop, po këtë. Rasti por është, Ademin e kjoj i Zotë Pikaj, i dhejnë. Thotë Zotë Zolevala, thotë na e kemi kryu Ademin, khalaqahu min turab. E kjoj nga dheu palta, thëmë kale lehu kun fejekun, ma zhe këtë i thranë, bëhu, edhe bëhu, edhe të jerë shpirti, edhe më qu. U librit njeri, pjedhe! Kejtë e kemi përarën e njeri, prej dhe. Mina khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fa Zoti prej tokë kemi krijuar pjedheve, në tokë prapë kena mirë kthy, kena me dek, edhe prapë kena mirë thonën, çono, rinjallu prej varrave. Andaj në pari në bazë, çdo njeri që lind, çdo pjesë që lind nga çifti, mashkull dhe femër. Me përjashtime që mund të pikuaj si është i gjithë fuqishëm e është Zoti Xhelal. Rasti po është Ademi, rasti i dytë është Havaja. Zina Allah ka kriju nga brili i Ademit. Rasti i tretë është Isai alayhis salam, që Allah e ka kriju Isai vetëm nga linon. I ka dhënë bëhu edhe u bëhu. Por Allah është i lehtë. Rasti i katërt është dedja e Saliut. Po thotë nga urdhën e Allahut është kriju dedja, dhe ka dalë nga uri. Asu kriju nga nana, do të supose vetë nana, asu supose vetë baba. Rasti i tjetër është rasti i kurbanit, të puna të Ibrahimit alayhis dhe Ismailit. Allahu azza wa jall kur dashni me i tregu Ibrahimit, për me thënë kurban, dashni me thënë djalin kështu frutoria, Allahu do të fendejnahu bi dhibhin adhim. Si falënderim da Ibrahimit dhe Ismailit për kaq tërbijës lartë raport me Zotin, u fendejnahu bi dhibhin adhim, kemi nazbin i qilë një dash majë, madh. Au kriju ki dash, au dash me lejtë më mujë, mbatë në deres të do. Au dash me intervenu, me bërë Zotin se vëmë dashi jo. E kriju Allahu azza wa jall edhe pa baba. Të do të në mund pa qifë. Pastaj, ka në të dhe rastet e tjera, më shemë në rasti i gjarënit. Cilë është e gjarën në rasti i Musalja të zërë. Fëllë ka asa. E i dhe të hi e të të më e fikun. Allahu i thërë Musalja qëte. Qëte shkopin edhe na e kryoj me bërë gjarën. Shkopi ki i ngurët. Shtake sopi. Edhe Allahu azër e kryoj dhe i dhe shkopin të kun të e kun. Bërë, gjarën e do bërë gjarën. Asë në pak nevoj më poni e rebez, asë në pak nevoj me raktur gjarëme, asë në pak nevoj me qëtë gjarëme, e kërë Allah nga i qëtë. Kush mujtë dhe më shtu? Aji cilë është përmeta, aji cilë është kilu sukat. Për dhe suja Allah të të bërë dhe këtë Allahu ahsenu të khaliqin. Sa i dhe të ruar Allahu azërën, sa kriju e gjiganë të Zotit e Levala. Ose të hadha khalqullah, fëruni, madha khalqa alladhina min duni. Kjo është ajo që ka kriju Zotit e Levala. Na kallzoni, çka ka kriju idhuj, diçka që ka kriju Zoti, vesh një mizë dhe me. Çka mos? Allah i sfidoi me një mizë, s'mujtë të mëru. Allah i sfidoi bere me një surë në Kur'an, shumë shkurt.
ka shika puni me zbrit sure, që ka zbrit zote apo me një grup diçka që ka kriju Allahu Azza wa Jalla. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kjo është raport me njerëzve. Allahu Azza wa Jalla na ka dhënë edhe synimin, se Zoti ka pruar dinin e xhenetit tu. Na ka dhënë edhe synimin, se Allahu Azza wa Jalla i dha shumë fëmijë dinin edhe u shumë njerëzimin. Por të treguar që këto gjëra janë argument nga Allahu Azza wa Jalla se ai ekziston, këto gjëra janë argument nga Zoti se Allahu subhanahu wa taala ka parazit, ka drejtësi dhe krejt këto gjëra Allahu Azza wa Jalla i ka bërë dijen e tij dhe usëtit subhanahu wa taala. Për arsye Allahu ka thënë në surën Rum: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Për argumenteve të Allahut Azza wa Jalla se Zoti ekziston, خلق السماوات والأرض. Është Allahu ka kriju qiejt, ka kriju tokën, واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Allahu ka kriju njerëz me gjuhë të ndryshme, edhe i ka bërë njerëzit lloj-lloje ngjyra. وعلم آدم الأسماء كلها. Allah i mësoi Ademit këtë emrin e krijesave. Kush i ka bërë këto shtete, nacionalitete, kush i ka mësuar këto gjuhë, kush i kroi këto? Natyra, jo pra vetetiu, la ilaha illallah. Ai që i gjithë Allahu Azza wa Jalla. Se i ka bërë ka mund kitabin e Zotit. Me tregu që Allahu nuk bën padrejti dhe me tregu që është i gjithë fuqishëm. Krijon lloj-lloj gjuhë, ja mëson njerëz lloj-lloj zanati. Ai që është gjithë subhanahu wa taala. Për arsye tha, për argumenteve e Zotit është Allahu ka kriju, do thotë gjuhë të ndryshme mesin tuaj, edhe ka kriju ngjyra të ndryshme të njerëzve. Dhe normalisht kjo është dorë nga Allahu Azza ajo dorën e njerëzimit. Allahu nuk ka vetë dera për ka kriju apo të bëjë shqitar, apo të bëjë analist. Ai sa ka vetë dera apo do të folë çfarë, apo do të folë çfarë gjuhë jote. Por aty është bëu të ke gjuhur, i zvarta ke gjuhur. Çfarë është gjuha? Amtar. Çfarë është gjuha jote interesore? Gjuha vetë tonë në sponde. Edhe se çdo krijesë ka lidhje të shumë me pasën dama pasaj normalisht e ka bëu fetë të apo e ka nënë muslimanë se kanë qenë muslimanë. Por Allahu Azza wa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ju kemi bërë popujt edhe fise të ndarë, që të njihemi mes vete. Allahu Azza wa Jalla ka thënë pejgamberit sa i ka bërë këto ndarje me tregu që Zoti është ndjenjë me kriju çka do. Çfarë do lloj ngjyre njerëzve? Allahu është ndjenjë me kriju çdo gjuhë që njerëzit ka marrë që po si gjuhë. Por sa neve kemi zgjidhur ato shumë e rëndë. Dikujt i duhet gjuha shqipe shumë e rëndë, s'mund të bëjmë tripa më mësu. Saktimi i Zotit është, nuk mundi të mësoni krejt me ditë. Po e ka argon këtë ka Maria Allahu Azza wa Jalla tregu, por ato se Allahu Azza wa Jalla është kriju subhanahu wa taala. Pejgamberi sa për nxit të duar xhamat me mësu bozën e namazën e prejardhjes së mundë të temë të tjera. Por dy arsye, fa pejgamberi sa ta'allamu ansabakum ma tasiluna bihi arhamakum. Mësone për ardhjen gjë analogjin tuaj që të runi lidhjet fatalisnore. Unë e përduta që me vdekjen e pleshve tonë, sa në atërisë për kena arë më ullë me full me plesh, me vdekjen e pleshve tonë, duke kushëri pak më të lartë që kina pas, kina mi arru që kina kushëri. Se, nuk dim, kur një dokument dhe të të filane, kishë kushëri filane, mas me dhe, po jo të jërë, atë jo, por martonë ku mërë që valla se ku një që të jemë. Kjo është dërësia. E pejgamberin e ka nëzit me mësu genealogji, dhe ka thonë që një që të është e preferushme. E para është për me ditë për jarë të kajtë ki, edhe dyta është mësë të konzita më thëri. Dhe këto nuk e ka thonë pejgamberin që mund shkun dhe një qërë. A, vedinën e i kune jo. A, dini cilë vizion, a, dini për kune modhe kune i. Se pejgamberi sa më ka thonë, nëse duhet e tua, puna jote, zbon ty me mëdhit e Zotit, si njëri mirë, ta vazhderi ku ka thonë të Zotit. Unë paskon kështu o vazhderi, mi që dhe pejgamberi që mund të parë gjenë. Ata të parë kishim besu, ama ka ndek me ju. Edhe vetë bëndë e pejgamberi së në. Unë nuk është me njësi. Ti mund ishme pas babën në poqë, mund ishme pas babën haji,
si nga me i bërë për veti pasha Allah. E ku këtë të bërë, që të më përna që në bërë dhe kuj? Ja, në bërë vetë, e ku se dekë, ku ty vetë, dhe vetë me punu. Ose e kyta, kur desë të qajtë të në të bërë. Për të syja Allah i thawa, e lejse i insani, ma sa'a, ma në sa'i e mësut të rimo. Njeri nuk i të kohë kushë, të shka që ka punë më të dhe dhe. Edhe të shka ka punë kapital për para, e ka në kohë së të kullu nesin bima kësë të të. Çdo njeri ka punë pengi fjalës vetë, ka punë pengi vepës vetë. Gjithashtu, precimeve në këtë pjesë të ajetit të gjallë, ku shkuben në këtëri e të arafu, që të njëri me zveti. Plemaj ka thonë, Allahu ka thonë në treku që Zoti kishë mujtë këtë njerëz muslimanë, a kishë mujtë po. Ka fillu dhe ka po që të kush me besu, të kush me konë fejtë tjetër. Mirë po nuk ta ka pohu për shkak mos besimit edhe besimeve të ndryshme me bashkëpunua. Çfarë bashkëpunimi? Biznes të këtij edhe ditë nëse ekipu i shihni ndihmë ku mora dhe ndihmë. Pse s'e ndihmon atine? Valla sosh musliman, sosh rregull. Pse s'e ndihmon kush i sosh smut valla është jahudi ose krishter. Po jo sosh musliman, çfarë bashkë me musliman? Ata që kanë muslimanëve, ata bojnë vetë krimin. Ama ti nuk mund të shkon ty. Islami nuk ka ma honë bashkëpunimi në aspektet të këtis, aspektet e vizitës fëshisë që është smurët, apo ku ma nevoj minimu fizikisht, apo dhe me qëmë së të ka, nuk të honë Islami. Islami është në bashkë, Islami është shirë, Islami thratë me kriju harmoni mes e njerëzve, Islami nuk thirë me bu kaos mes e njerëzve, Islami ndalon vjedhje, Islami ndalon procesionin, edhe nësa është fejtë tjetër, susonë për e karamosh. Kjo është fejë, kjo fejë cila kanë ndërtu standarde dhe ligje që mojnë harmoni edhe fetare, edhe atletare. Kjo fejë nuk nëzit për urejt, nuk nëzit për luft, nuk nëzit për gjërat e qia. Pavarësisht që njerëzot kanë kolojnë dhe të shojnë për janë veshje së tjera këse fejë. E pasër Islam është i pasër nga këtu në veshje, se dhe fjala Islam, dhe të nështrim, dhe të pache, afemitet, mos u paskon qështu, Allah i si shkon një ta. Që njeri me zvetis, si shkon zote kështu. Të së cilë e kishur fire vetë, dhe së cilë e kishur, dhe së sa me neve. A dhe ta një ta arashu. Por të tregu që, o insan, o njeri, ti e krije sociale. Islami nuk threnë më u izolu. Valore në të duhe vërë në Gjermani, shkom gjamija nga kejtë, musliman, kejtë, por i këtë zotë. Se por e zotë, të në më gjapun, ka thonë që është feja jote e bukur, me punu, me bashkëpru, po ata si o musliman, shka dhe. Ko feja vetë, Islami nuk zirë më vjullë zotë. Islami ka aktivitet, dhe të ka të repu që ti e kirje sociale, së mundish me së mundish. Njerëzit ma të kujtë kushin ata, kushin njerëz ma të kujtë. Ata që e izolohen, edhe mërzit e izolohen, këtër syri, këtër sopa, këtër mure, edhe lumëturin e izolohen këtër mure. Njeri vetarak, është njëri maj pa lumëtur, anin që të shqesh. Lumëturia të është falso. Islamin e ka thonë, edhe të mërzitesh, me shështje dhe në mërzije. Edhe kur ki një dertë, me shështje dhe në dertë. Edhe kur ki lumëturin, me shështje. Unë pëse ku gëllu shmurë që të Ramazan. Se kur e ki stafi, kur ki njerës për fasë, unë e këto, unë e këto. Ki apetit të përë, kur asti njeri nuk ka gjithë të përë. Shka më po përë? Së mund të më shurëq? Për të asyre, unë paskun njeri më përë është vetë mërë e vetë. Ishtë në është atiri në qene. Ba, boj, vetë që në. Asë të qarë këtë si në. Asë kishë bu betej me që në së qike. Asë kishë lo gjemë jo për lami, me futinat e familje, pëse marë bo. Në gjenet të ratë mirët, asë kishë punu. Pa Allah e prunin tokë mi kalcu që ku me ditë sa të mirët një pasë. Milioneri majnë më të poshë. Kjerët ma të mirë një pasë. Pa dalë me shëshmi në vini kave, pa i dimua, i parë ka gjenë me të skave që të kave së kave. Na është shumë pa të rinë që mos. E kemi pa sa hapës me adik të kush, edhe mësë shumë të luar për të të revit. E pamë që të më thonë më mëshet e pamja, sa mërzi është më mëshet në sokë. Njëzit kam piva pa qësimit. A në që telefonin ka përnë më hapë më të këzëmës. Qëndër është më hapë të hapë të orë. Qëndër është me këmë njëri në lajnë. Qëndër është shkallë sa pëllë më shumë njerës më hapë shpejt. Këna orë me pak, këna orë me lejtë të tyje mësë. Të gjithë shkallë. A më masë të ditë nuk i kjetë mërzirit të spallë. Kalimi mërzi s'kave, ta më shumë me kalu marrë të mërzi qëtë. A
Ne s'mumi pa një tjetër. Kuptone, jemi krije sociale, as hoxha s'butit vetë, as gjemati vetë, asaj. Ti mund që me pas fabrika, ma shka mund që me pone se punëtor dhe bëjtë të punë. Kush nësë më mos? Unë e bibi kine, ku të bire dhe piqile së nësh punëtor. Po pa punëtor s'bojnë suksesi. Edhe unë e qëtu për arë gjemati, shumë në vika të vajzë. E ku ndi që ka pasë gjemati shumë, edhe ku nejtë e sa pasë të përgatit. Ku shka rami të shka? Se e ku ndi si sotu dhe së rëku të shka mas të zjarë. është bile lundur. Nëse që këtë ditë nuk dinë një shka mirë, nuk është pungi me ndi. Kurana, shirë, ilahia, si të që këtë zotë shpia, njës të ka të nështë o Kurana. Si të që është ilahia, po që të ditë, po, vajtë si në kohë, që vajtë, është ma baraqës atë shumë telefonat dhe shumë atë. Për të arsye, ilahia. Ju kemi diru juve që njeni me të zemë, bashkëpunoni, bashkëpunoni, mos bëhet për njësë, të thotë as gjuha, as kombi, as feja që të kombe të këtë biznes, edhe me shumë për vizita, edhe me plasa respekt dhe e tjetë. Pasaj Allahu dëshiroj me rrëngu aksu këtë që ka të është me thonë, inë e kërë me kumë, inë Allahi e të kohën. Ma i ndërshni, në mesin tuaj, të Allahu Azogjen, ma fisniki, ma kuriji, të lumi Allah, është a i cili i ruët Zotit, i tutët Zotit, edhe është i devashë për e Zotit që të vada. Jo a i cili e ka për jarën, i finalin të jarën. Jo a i cili është gjallë një jarën dhe finalin. Jo a i cili është i barë. Jo a i cili ka fond të barë. Jo a i cili është i kush, i zili. Dhe nga besë ramë, kërë koni maqin në përmesë, fa në koni mura. La farqa bejna Arabimi wala Ajami. Wala bejna Ajami wala Arabimi. Wala bejna Aswad wala Ahmar. Wala Ahmar wala Aswad illa bittaqwa. Fa në koni mirë olu gjëma. Kuma njësa në mesavitu, kuma një shimia, kuma njësa në konë. Fa një këtone, se pa në kimu nuk shqipta me kërë, këtë në këmur, di që Allah më shkoj të zotit. Fa përjalua manet, shumë i napër një të të tha, nuk ka dalim mes Arabit dhe Arabit. As që Arabit dhe Arabit, nuk ka përparsi. Nuk ka dalim i bardit dhe i pushit, as dhe i zivit, as i zivit dhe i pushit, as dhe i bardit. Termometri draduas është takvoja dhe është marime. Qash ma muslimani mirë, qash ma respektuas dhe i zotit jemë ma i mirë të Allah, pa përsish për i arjes fonde, pa përsish aki për i arjes fizike, atë nuk e ti për arjes fizike. Në nuk e mohojmë që preardja mundët me ndiku të njerën sukses, përsetimin e jetës, përsetimin e dijes, përsetimin e biznisë, është vërtet të ndimon. Mirë po kur nuk dime me në gjuhë, preardja fizike nuk shtyjnë të kuajnë. Po shtyjnë puna jote, edhe shtyjnë vepra jote. Krejtë të shyshte, ka doshtë nga tutë e jo nesam që burnia matët me fjallë edhe me besim, edhe me punë mira. Nëse ki besim shëndosh, nëse je gojvojnë, edhe je për mirë, je muslimani mirë. Nëse si ke këtu tre elemente, pasha tutë në ma punë e ditë për shkumonë, ti nuk i lirë të Allah, asa një më shkojnë, e asa misa, e partishme që në shkojnë njërë. Pasër Allah të tha, pasër të përbjus të bazër, ma i njërë të të shajnë të vëshëm, ta pega mesram, inë Allah la janduru ila suarikum, walaki janduru ila qulubikum wa amalikum. Allah Azogel nuk ju shur juve, fizionin tuaj, ini të mërbaj atë vojnë. A ini të trashkën të zajtë, qëka shë zotit? Allah u shur atë qëka kini zemër, edhe shur në fund e juve. E kini zemër regull, edhe punë të shur juve zotit gjellëvarë. Edhe përpju dhe Allahu ajetin pranuar, inë Allahe alimun khabir. Më të vërtit, Allahu Azogel është alim, i gjithishëm, edhe khabir, i mi njohur për punët e fjallit e rëmë dhe të. Allah Azogel të nërë vëzën, në badër për fundimit i gjiratës, ka jam atë të ditë bukur, dhe ka sinësit të tia qarë. Edhe Zotë Gjellëvara ka nëmë dhe në unë jema një a 100, a për 100 pa një. Edhe kush e lutë me këta emër dhe Allah Azogel, shpesor që Allah më janë bërë ka bullë doan edhe lutjen. E prej tyre emër që Allah i pozicionoj në këtë ajet të ndërë, Alimun Khabir, Allah është i gjithishëm Allah Khabir, i minjohur për vepër ka rëmële. Ka qenë duke diskutu Ismaja me kune ka qenë diskutu Isma me Aisha. A pejgamberi su më shpet. Kura i dërgurë Allah e pyti Ismën. Qka këtë në pojnë në Aisha? Tha se më e di.
I tha jesë ma, që shëtë ti s'ke këtu? Se një të volë, që shpedin? Pejgamberi ka dash me të rekush më t'i gajë, në njësë të, thot dhe e një alimul khabir. Unë e pejti që një volë dyja, se në kanë informu a e cili, dhe një shdo informu. A ti si nuk i ku zhojq, a e nga informu sotit. Edhe rast të gjithë është, edhe një gru të pejgamberi sa, kuadrë të pejgamberi, edhe po arguot për burin e saj. Aisha radiallahu anha ka qenë në qërë somës, edhe ka qenë të ditë pejgamberi që mua bëjnë sekrete mos me ka vëllohë të rëvëtë. Qka ka njerëzit të bojnë në pytë, i ka pytë edhe ushim, i ka pytë. Azi buja së të poshë. Edhe thët Aisha thët, Allahu i lartësuar thët, e të gjojnë pishtat me qeve, këtë grushka, shka o ardu në pejgamberi, a unë e tjetë në qërë somës. Që më them qërë somës, Aisha ka pas somën i shkërtalë se dhomën të bëthire zonë. Me ka pas dhomën, qashe ka pas? Ajo më në qërë pejgamberi të tjera ma drujë. Edhe ajo ku arduat të për në vetë. Ajo e ku më ditu, po kështë pipit, po se ku morë nga shka me thotë. S'ku më di qash ku më dije. S'ku më di ma ka. Edhe Allahu e dëgjoj pishtat të qele, qka me thotë pejgamberi të e gru. Allahu azmetin, ajetin e partë të surës, el mujadile, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله عز وجل e dëgjoi gruan tuan ku të dio pejgamber, edhe ankesën që ajo e pati të Allahi për punën. Allahu e dëgjoi këtë bisedë për shtat kaqeve, sa ajo është semi dëgjues, edhe besir është shef dëgjues subhanahu wa taala. Andaj mos mendoj që i shifër Zotit diçka. Mos mendoj që ki po diçka Allahi se di. Mos mendoj që e ke po figurën e dam para pas ma vjen dhe ai se u rreth. E në tonë, çdo gjë dihet, ndëndohet për pikëri, se kemi një Zot që sheh, shikimi i tij është absolut. S'ka pengesa. E kemi një Zot që dëgjon, dëgjimi i tij është absolut. Dëgjon çdo gjë. E kemi një Zot që din çdo gjë, dhe dija e tij është absolute. Rasti i Musaj dhe Rezem në Khidrin, për të legu Khidri Musaj, që kushën Zotit dhe sa pa dhja Zotit, për t'i kun më ulltu, e shtimi gjishtin detit, Khidri Alislam. Edhe në zonë gjishtin detit, publikojnë pitet në ullë, 1, 2, 3. Musaj i ronë sy kiras. Ta avon në vetë shka, të tonë. Që të shtimi gjishtin detit, shka më do të vonë, të do të vonë mësit para se në pjanisë në morë dhjë. Qëfar mësimi, në apodhët gjishtin dhe të tonë. A mora unë shumë për detit e që këtë tjeshtë, të në odat të dy fika ujë. Të pëshesh këtë kuftin që ka njësë në më gëzhavarë, në të djetarë. Thëtë ko, thëtë deri sa të kemi ymë, sa të do që marë një dhije. Thëtë krasë në dhije, në zotë të është përse që i kishti që e të një dhije. Një pik, dy pik. A paksohet dhejti jo. A do për që kemi marë dhije jo, të pik, shka për që shpesh dhe dhije. Shka për që shpesh me pushtetit që e ki. Krasë dhije zotë zërëje. Krasë pushtetit Allahu zërëje. Kushta ka më dhije, Allahu. Ai që dhja ti është absolutë subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht, në kasha të përfundojnë trajtimin e këtij ajetit, unë vetëm me shpresë në Allah dhe që këtë mund të bi dhe që kam sekjët elaborimit të këtij ajetit, ku shpesoj të kuptoj njëre për gjithmonë që duhet të pajtoj një tjetrin si insan, duhet të respektoj ndjenjën e një tjetrit, duhet të mundohemi që mos ta lëndojmë një tjetrin me fjalë apo me gjeste, duhet që ta respektojmë njëri tjetrin pavarësisht statusit financiar, pavarësisht statusit familjar, pavarësisht statusit shoqëror. Mjafton që njeri është krijesë e Zotit. Andaj a respektojë krijesën e Allahut azza wa jalla dhe mos e lënçon. Edhe dy çështje pastaj e kemi një ashar dhe fakt se më fal bajan. Çështja e parë është çështja se si falet bajan. Unë e di që 2 herë nga vitit ndoshta është e vështirë me mbajtur mend se si falet bajan, por po e patentoj si lloj përkujtimi, edhe si lloj përsëritje. Allahu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. E vendosën i falë të rekatet e bajramit të fitrit. Të dyta të imamit, u kthea nga kibla, Allahu akbar. Mazit ta marrë të shkirin fillastar, pra e kënojnë subhanake. Mazit ta kënojnë subhanake, imam i mërë të kibjeve. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, pasi për të të tekbirin e tretë, fillon me lexuar surën Al-Fatiha edhe me surën. Pastaj shkon në rukun sejdë, ngrihet prapë në këmbë. Direkt imami shkon e lexon Elhamin. Pasi përfundon Elhamin e lexon surën dhe pas përfundimit të surës travarë tekbirin, nuk shkojmë jashtë në ruku. Po i marrim tre tekbire namazit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E përfundojmë tekbirin e tretë, tekbirin e katërt shkojmë në ruku. Shkojmë në sejdë dhe normalisht ashtu përfundon. Do thotë namazi i Bajramit dhe normalisht pastaj edhe hutbën e muajit. Dhe çështja tjetër është normalisht kemi zgjuar të thotë kërkesë të kryesisë sepse kjo kërkesë ka mbet në fund formale, s'ka nevojë të bësh kupret, as eventualisht të mësuj dizajn as turim, po ka me traditë të do Bajram, fitë të kupa Bajram me të butë moda për xhamin. Jo që xhamia është pjesë, jo që s'pojopin njerëzit, po normalisht xhamia në bazë gjatë duhet me pas, dhe normalisht e keni të shmushë se cilën herë që keni qenë të dhënës dhe i koni keni kontribut të dhënë për parevajtjen e xhamisë, qoftë parevajtjen e konforme, pas të qitë xhamisë për dhe hargjimet e xhamisë. Unë me kaq kisha, por ajo qoftë të fjesë të vekume, inshallah dhëmën e ka paroj një vardete që i vërë që ti muaj, kisha të ka formë që të nërojnë një asherë, e pastaj të vardhë me